Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë komunikim për shtyp nga Arena Kombëtare. Jemi këtu me dy lojtarët e Kombëtares, Tomas Strakosha dhe Arber Hoxha, të cilët do t'i përgjigjen pyetjeve në lidhje me ndeshjet e qershorit. Fillojmë? Fillimisht me pyetjet për Strakoshën. Po, Tomas, përshëndetje, Endrin Saugu të Oklan. Përballë do kemi një kombëtare që ka një pjatësi lojtarëve goxha konsiderueshme. Si e shikon këtë provë tënde, do kesh goditje nga her zone, po edhe nga ato dy luftimet brenda zonës, si mund ta përballosh? Nuk e shikoj vetëm personalisht, është pjesë gjithë e grupit të punoj mirë, se dim shumë mirë që është një ekip me shumë kualitet dhe eksperiencë. Ka luajtur në kompeticionet të fundit, ishim në grup, edhe ka pas ka luajtur edhe mirë. Po edhe ne kemi kualitet, di që mund ja përballojmë mirë kundër Serbisë edhe jemi gati për atë ndeshje. Strakosha, përshëndetje, Elvis Reza Supersport. Si po e përjeton grupi këtë ndeshje, duke qenë që nuk është në përjetimin e saj nuk është si gjithë ndeshjet e tjera, duke patur parasysh përballë dhe emrin e kundërshtarit. Si është atmosfera në grup, a ka karikim ekstra? Deri tani po shikoj gjitha çunat janë të përgatitur mirë, janë me emocionet si çdo ndeshje që kemi luajtur. E di që është diçka për tifozat, diçka më shumë, por ne vedim që ja vlen vetëm 3 pikë, jo më shumë. Edhe duhet të përballojmë mirë ndeshje dhe të bëjmë edhe tifozat tonë të lumtur dhe të gëzojmë bashkë. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Strakosha është folur kaq shumë për këtë ndeshje, besoj dhe ju keni dëgjuar dhe keni lexuar dhe duket sikur më shumë është dhënë nuanca jashtë fushës sportive sesa brenda saj. Çfarë keni menduar ju eksaktësisht për të bërë për ta fituar këtë sfidë kaq shumë të rëndësishme për ne? Nuk është sfidë si gjithë të tjera dhe këtë kemi stërthënë tashmë. Po, tifozët kanë treguar që nuk është një ndeshje siç kemi luajtur deri tani. Po neve shikojmë nga ana sportive, ja vlen siç thash vetëm 3 pikë, nuk ja vlen më shumë pikë ajo ndeshje. Neve duhet të tregojmë që duhet e meritojmë një botror, edhe shtuna është ndeshja më e rëndësishme që kemi tani, për të vazhduar ëndrrën tonë, që është botrori. Prandaj neve e kemi përgatitur shumë mirë deri tani. Çunat janë pozitiv, edhe besoj mundi ja dalim. Kristi Cellari, Panorama Sport. Thomas, Serbia njihet për forcën në duelet ajrore. Si portier, cilat janë ato pika kyçe ku duhet të mbështetesh për të shmangur atë rrezikun që mund të vijë nga krosimet apo nga goditjet standard? Di që në goditjet standard janë shumë të mirë, krosojnë mirë zonën, po më rëndësi ka të jemi gjithë të përqendruar, mos të vijë topin deri atje. Edhe besoj kemi treguar edhe me kundërshtarët akoma më të vështirë që kemi grupun për të përballur. Edhe kemi mbrojtur kundër Spanjës, Kroacisë edhe Italisë shumë mirë. E dim gabimet tona edhe të provojmë mos ta bëjmë. Jurgen Zela, Supersport. Tomas, duke qenë se njihni një pjesë lojtarëve të kundërshtarëve që do të kemi përballë, keni luajtur në Itali përballë tyre, ku ti druani më tepër? Keni një emër që ndoshta i keni thënë dhe shokëve të skuadrës që ta kenë më shumë kujdes se ç'duhet, të jetë që Serbia ka goxha lojtarë me kualitet. Faleminderit. Në një lojtar veç besoj jo, si ekip e dim që në kundërshum edhe goditjet standarde janë shumë të mirë. Prandaj neve do e kemi përgatitur ndeshje si ekip, jo individualisht. Tomas, a keti një thirrje për tifozët shqiptar, se ti e the që ne do përpiqemi që të jetë një ndeshje si gjithë tjerat, po edhe pavarësisht se çfarë flasim këtu apo gjithandej të gjithë e dim që nuk do të jetë, s'është një ndeshje si gjithë tjerat, domethënë është derbi nxehtë i Ballkanit që i kalon dhe a keti një thirrje për tifozët shqiptar në kjo konferencë? Një thirrje të veçantë jo, se është një ndeshje futbollit, pastaj çka ka ndodhur jashtë është tjetër gjë. Tifozët kuqezi dhe çdo shqiptar ka ardhur në stadium, na kanë mbështetur nga Andorra, nga Serbia edhe nga Angli. Është njësoj për gjithë. Besoj mbështetje do i kemi në maksimum që kemi pas gjithmonë. Thirrje të veçantë s'kam. Vetëm mund të them që kam respekt për çdo tifoz shqiptar, se kanë mbështetur nga fundi i botës deri në Shqipëri. Enrico Gaba, Euronews Albania. Strakosha, që nga grumbullimi i fundit keni luajtur vetëm një ndeshje me skuadrën tuaj, nëse s'gaboj një 90 minutash. Sa gati e shihni veten për këtë përballje që do të jetë edhe më decisive, nga ato që keni humbur me skuadrën tuaj? Faleminderit. Në karrierën time kam pas edhe momente që nuk kam luajtur pak a shumë një vit. Nuk besoj që është problem, gjithmonë jam i përqendruar, gjithmonë stërvitem gjithmonë.
Tani është më shumë nga ana përqendrimit kur arrin një moshë siç jam tani, prandaj ndjem gati dhe jam mirë. Thomas, përshëndetje, Ernest Koçi nga Report Televizion. Sa të vështirë konsideron faktin për të përqendruar vetëm te fusha në një kohë kur gjatë gjithë javës flitet edhe për aspekte tjera dhe po flitet shumë që do të jetë ndeshje vendimtare për vendin e dytë. Ju e shikonin këtë lloj mënyre? Neve jemi profesionist edhe përqendrohemi për çdo ndeshje siç duhet, se po nuk fitojmë edhe me Andorra, nuk ke 3 pikë. Do jetë një ndeshje e rëndësishme por jo që do vendos kush do të jetë grupi, kush do kaluar në vendin dytë ose i tretë. Prandaj duhet të shikojmë si një ndeshje të vështirë, që do të jap maksimumin, po nuk do mbaroj asnjë gjë tani. Kjo është e pyetja e fundit për Tomin, tani kalojmë tek pyetjet për Arbrin. Arbër, ti luani një kampionat kroat i cili ka afërsi edhe me futbollin serb në mënyrën e të luajturit. Sa do të shërbej kjo për të dhënë rezultat në fushë? Po do jetë një ndeshje, përshëndetje pari, por do jetë një ndeshje e vështirë, pra e dim që kundërshtari ka cilësi shumë në grupin dhe do japim maksimumin, jemi duke përgatitur ndeshjen shumë mirë, jemi duke punuar shumë mirë dhe shpresojmë dhe besojmë që do të fitojmë ndeshjen. Arbër, ju personalisht, por dhe një pjesë e mirë e lojtarëve të kombëtarës vini nga ajo pjesë e Shqipërisë, po themi, e shqiptarisë që ka një ndikim në historinë me Serbinë. Si ndjeni në këtë përballje? A keni ngarkesë, a keni kërkesa, po themi, ekstra nga rrethi juaj familjar, shoqëror? Jo, sepse ne, si që cekje për Atomi, ne jemi profesionist, pra ne do e bëjmë tonë vetëm në fushë. Normal që pak është një ndeshje emocionale, nuk diskutohet, por ne jemi profesionist dhe do e bëjmë të mirë në fushë. Arbër, sa besoni tek ëndra realisht e botërorit dhe për këtë përballje sa rritet përgjegjësia për ju në një moment që bëhet një luftë e madhe thënë në mënyrë figurative për një bilet në stadium? Po, besoj që kjo ndeshje pra është një ndeshje vështirë dhe besoj që kjo vendos pra për një vend në kualifikuese, pra për një play-off në ndeshjet për botërorin dhe shpresojmë që do e fitojmë ndeshjen se ceka edhe më herët dhe të kemi një shpresë të kualifikohemi në botëror. Arbër, duket sikur aktualisht jeni në një konkurrencë të fortë për një vend në krah me Edim Bajramin. Nuk e di si e përjeton këtë konkurrencë brenda skuadrës. Po konkurrencat e bën me të fortë pra, ne jemi këtu në kombëtare, ne jemi këtu e kom cek edhe në intervistat edhe më herët, pra këtu kombëtare jemi sa minutat që ti kem do e bëjmë të mirën dhe do japim maksimumin. Po vërej që keni një unas të gishti martesës, ndoshta është kjo fitoria me Serbinë një dhuratë për këtë rrugëtim të ri? Jemi vetëm i fejuar, po shumë shpejt do jemi edhe i martuar. Referuar asaj që ka ndodhur në vitin 2014, ju keni qenë diku tek 16 apo 17 vjeç. Si e kujtoni sot dhe çfarë emocioni ka duke bërë krahasimin e asaj sfide që keni parë nga televizori dhe kësaj që do ta përjetoni vetë në fushën e lojës? Ka një ndikim tek ju, ju motivon akoma dhe më shumë historia futbollistike por dhe ngjarjet që kanë ndodhur në Beograd? Po normal, nuk kam qenë i vogël në atë kohë, po e kam shikuar atë ndeshje, është kohë emocionale jo vetëm për mua, por për të gjithë shqiptarët. Edhe hysaj pra tani të regon për atë historinë atje, por ne duhet të futemi dhe vetëm mbrana vija dhe të bëjmë të mirën që të fitojmë ndeshjen. Arbër, përshëndetje, nëse do thonin që tani që do fitojmë me Serbinë dhe do humbim me Letoninë, do e pranoje? Çfarë them po? Do e pranoj. Okej, kjo ishte pyetja e fundit për djem të kombëtares. Ndërkohë kombëtarja do të zhvillojë stërvitjen e radhës sot pasdite në orën 17:30, e cila do të jetë e hapur 15 minuta para për median. Faleminderit dhe ditë të mbar.